Përshëndetje! Hello! Sot do të kemi një video të ideuar nga Anxhi, por që më tha do të ta them idenë kur të takohemi. Tani unë prej sepse më ka sjell këtu para supermarketit dhe se di çfarë challenge është ky. Atë po s'është challenge, se në supermarket challenge mund të jetë apo jo? Ti motra mund të imagjinosh shumë gjëra, po unë kam një ide shumë të veçantë sot për videon e radhës. Ide që se ka bërë asnjëherë. Baset e kam bërë, po të paktën ne deri tani nuk e kemi bërë, unë e kam pasur në mend ta bëj. Po me bashkëpunimin tënd, ka shumë qenë të pastre, gjithandej, të cilët unë i ushqej kudo që mundem. Anxhi do shumë qenë të matë sepse kafshë. Kam një dobësi shumë të veçantë për kafshët që janë vetëm dhe të pastreja. Dhe sot do shkojmë në market të blejmë disa ushqime dhe do ushqejmë qenë kudo që të gjejmë. Është kënaqësia më e madhe të ushqesh qenë dhe pastre. Ata nuk duan asgjë tjetër veç se një copë bukë, edhe pakës për këdhelje. O zot, motra sa po flet sot sa i do kafshët duket se nuk pushon. Unë mendoj që ti Anxhi këtë idenë e ke marrë nga një video që ne bëm tek 1 euroshi, më duket kur ushqeve atë qenin edhe ajo ishte rastësi, ishte. Ja, nuk të ka erdhur ideja aty? Jo, e kam pas më përpara si ide, ishte era e parë a ditë që unë gjeta direkt diçka për qenë dhe nuk hezitova që ta merja. Okej, mua po më pëlqen shumë ideja dhe pse unë s'jam ndonjë njeri që kam kafshë pjake në shtëpi, por i dua shumë kafshët, kështu që motra ka Pipon, djalin e saj të vogël, kështu i themi. Kafshët, po Pipon pse për këdhel ti? Jo, thash si dua. I dua thash po nuk kam. Okej. Kështu që ne kemi Pipon në shtëpi, pra e ka Anxhi, por që mua më duket si pjesë e familjes time sepse është si një djalë i vogël, si një djaloshar i vogël. Kështu që ikim dhe gjejmë ushqime për qenushët, por dhe për macet, besoj, a? Pa, çfarë lloj kafshë që do gjejmë në rrugë që janë të pastre, sigurisht. Unë uroj të gjejmë se sot është shumë vapë po gradec, afër 30 gradë dhe unë sikur po shikoj qenë këtë vërdall, po do ta kontrollojmë. Kjo do jetë, besoj, shumë bukur që ne të kontrollojmë ku janë dhe t'u ushqejmë. Hajde. Ikim. Motra, unë nuk është që kam shumë ide në ushqimeve, kështu që po të lej ty sot. Videoja është vetëm për ty, ndërkohë që unë do ushqej pak qenushët. Sa mirë. Edhe pjesën tjetër do ta marrim me kokra. Disa do na i preferojnë kokrat. Marrim disa tasa që t'ja vëmë në ushqimin e pastë. Po, tasa plastik. Po, do mundohemi të gjejmë edhe ndonjë super ujë, sepse është koha që tani ata nuk është shumë vap, po. Edhe ndonjë gjë për ujë. Okej. Kto janë dhe outfitet tona për sot. Unë nuk e di se çfarë video do bënim, kështu që kam veshur fustan, po gjithsesi besoj se më pengon për të ushqyer qenushët, a? Unë kam pantallona, po duket si fustan. Për mace, po është goxha e vogël në fakt. Po marrim disa, apo marrim paketime të mëdha, edhe janë dhe këto. Do mundohemi të marrim sasi. Ne akoma nuk i kemi marrë produktet, kështu që Anxhi shoh që ka diçka në dorë. Çfarë ke zgjedhur motra? Për macet? Okej. Sepse kjo ka sasi, edhe mund të jetë ndonjë macë e madhe që mund t'i japim dhe të gjithën. Mua po më shkon mendja këtu. Nuk e di si do jenë. Me çfarë bëhen këto motra? Mos do t'japim me qumësh? Bëhen me vezë, bëhen me qumësh, bëhen me lëmishi. Po ne si do t'japim maceve? Nuk japim dot. Janë, dhe ashtu si qanë. Hajnë si qanë, atë janë kokra. Unë them t'ja marrë këto, sepse mund t'ja jap disa maceve. Kokrat hajnë si qanë. Është për disa mace kjo, jo për një besoj. Se kam iden fare, ushqimeve. Këto janë për qenushat. Okej, marrim. 3700. Po marrim një të madhe, apo jo? Ja, janë ca ande për qenë. Okej, që mos e ngelet hatri qenushve, kjo është për macet, kjo për qenë. Edhe nga çmimet unë nuk e kisha shumë ide në fakt që kanë pak të shtrenjta, për shembull për njerëzit që mbajnë qenusha dhe macet dhe ushqen me këto ushqime që kanë goxha të shtrenjta. Për shembull, një pak më e madhe se kjo është një 17000 lekë aty, shikoj. Po, sasia më e madhe, po. Shumë shtrenjtë që ka, po gjithsesi ne nuk do shikojmë fare çmimin. Ne sot do i ushqejmë me shumë dashuri. Ka dhe biskota, po shive biskota nuk po shoh biskota këtu, se ka dhe biskota. Si biskota? Biskota që janë të kafshë janë. Ja dhe këto duken shumë të mira. Marrim të voglën, se është e gatshme. Për çfarë është kjo? Është mish. Asja që morëm te 1 euro. Mish është, edhe ajo është shumë e mirë. Okej, po marrim këtë po dhe për macka kështu ka? Për macka do marrim. Më jep ndonjë për macka? Ka dhe për mace, kjo është për mace. Okej, kemi këtë për macka edhe këtë për qenë. Mandi dëgjoj, mendoj ta lëm këtë. Ti e di. Është vështirë për të hedhur atje. Të marrim këto se janë më të gatshme për mace, po i han aty. Që të mos Dhe u hedhim, do marrim ca pjata plastike, ne do t'ja u hedhim atje.
Këto i kemi. Edhe për Marrim uja, të tjera, po, do marrim edhe ujë, po, patjetër, do kalojmë Sa pjesën qef, kam shumë qef, motra. që të marrim edhe... Më duket Zanxhi do më bëj të marr ndonjë qenë në shtëpi. Ta marrës, pse jo, është antistres, është shumë Ne jepni ndonjë mendim të ju, mendoni që i bën mirë fëmijëve, për shembull Rei do ta ketë qef. Unë e shoh që i ka qef kafshët, po ju që keni fëmijë na jepni ide nëse është mirë të marrim ndonjë kafshë shtëpiake. Do marrim me 200%. Po këto, i marrim dhe këto shkësa të mira. Do t'i marrim dhe këto. Këto janë për qenë, në rregull. Marrim dhe këto. Për mace është kjo. Për mace? Një për mace një për qenë. Okej. Po kjo për mace është kësa e mirë. Ja, po, është e njëjta gjë me atë që ke të tasti. Ku? Me Me që këta? në tasat vegjël, po. Okej. Është e njëjta gjë me atë. Lëmë tek pjesa këte, ku do marrim disa plastike. Ndërkohë ushqimet i kemi këtu. Vetëm këto po për ujë? Ja, kjo është e thellë dhe mjafton, është edhe për ujë, se është goxha e thellë. Jo, pa Janë qëllim 20 me copë, zgjodha më këtu. duket, a? Po. Tani do marrim ujë, motra. Ka ujë ka stile për qenë për mace? Po, ka me vitamina, me Red Bull, me ashtu. Si me Red Bull? A, mos u tall tani. Po nuk di unë moj. Ja, uja e shpinata në sasi. Ne komandojmë vetë me. Ujin ton të preferuar. Hyrjen e ujit, po. Hajde Noqe, ne këtu. Hajde Nini Noqe. O zemër. Hajde Nini Noqe. Hajde. Bravo! O zot, sa e Nini Noqe, mi. nenes. Hajde Nini Noqe. Bravo Nini Noqe. O Nini Noqe zemër. Hajde Noqe, hajde. Hajde Nini. Hajde Nini Noqe, nenes, hajde. Sa i dopë këtë qenë këtë. E, që naçkë. Atëherë motra e le mackën të hajë dhe të gjejmë ndonjë mackë në një qenë tjetër. Hajde, Nini Noqe. Sa e bukur. Motra të të qëras me një petal, letrat që na shoqërojnë gjithmonë. Kjo që nga shumë të mira, motra. Ndërkohë macka është duke ngrënë. Kërkuam te kjo zona këtu, por nuk gjetëm. Ndërkohë, po është shumë vapja, ka nisur dhe plazhi. Jemi duke dalë me makinë që të shohim se mos gjejmë në ndonjë rrugë tjetër qenë mace. A motra? Po. Motra gjeta një. Ti do t'ja të salqiqe, motra. Hape gjamin atë. Qa po je pa i dhe të Po je pa i që na, po kontrollon atje dhe po je. Po zot. Nuk e do salsice. Zovi, i lënë në dorë, po pse s'don të qeni? Ka ngrënë atje i dha ai për të ngrënë. Që më qeshme, të më refuzoj mua qeni, do me dhe nuk ka shans, po të më vje për të qarë. I dole dhe nga ana tjetre rrugës. Refuzoj si qeni dhe më sot. E mi leri, ha i vejta ato. Që më qeshme? Edhe një qenë që gjetëm na refuzoi, imagjino që nuk gjem asnjë që gjetëm. Që është e çuditshme, mua s'më ka refuzuar kur. E po ja, çudirat me ne ndodhi. Jemi duke kërkuar, por nuk e di, kjo sfida po na dështon, motra se si sfidë është tani. Të gjejmë qenë dhe macet i ushqim, po nuk ka. Sigur jam tërë në mbledhje sot, sigur i kam thirrur në mbledhje. Me sugjerimin e Anxhit hym në një lagje këte nga stadiumi quhet Kun Pogradej. Ja. Erdhën, dale. Jo, mos u zini. Prit ma një kështu Për të tjetër. tërë. Dua dhe unë t'ju ushqe. Ja. I hajde, Ja, Fiorito. tani, ja. Hajde Nini Noqe. Hajde këtu ti vogli. Hajde. Jo, nuk i do aj ato. Motra kokra ose ujë, më thë. Hajde këtu Nini Noqe. Motra, më duke se kam fajnë salqicet. Jam sa qeti haqin që. Hajde Nini. Jo, mos ki frik, motra, mos ki frik. Shqirin që se mos e pijet uj ati, ajo pika uj, ndaj bën ashtu aj. Pi uj. S'ka në ujë. Duan uj se janë të uritur ata, janë të ejtur. Se ka pak frika. Janë të ejtur, motra, mos ki frik. Hajde hajne, noqe. Ja, kështu e dua. Qëto si po e tani? Bravo. Ti
Kishti ujë dhe Po çfarë kemi në noçi ti? Ai do të përkëdhelet mundrashi si bën. Ndërkohë jemi në kërkim. Dhe nuk po gjem asgjë. Motra, e di qa mendoj unë, a i shkojmë në përlagje se kështu nuk... Do shkojmë në lagje, po E pas kemi qytetje shumë të kulturuar, ne qenë me kulturë, s'rin kështu në rrugë. Ja, mackë. Deli. Me kokra për macën. Izi kokra. Marrë një kështu do pjesa kokra. Maci! Jo. Gjere se i hajo. Ti marrë pak ujë? Mundo të e marrësh në dorë, t'ja japësh në dorë. S'di unë në dorë. Nuk të bën gjë, s'ka gjë. Merja pak në dorë. Nuk të lëpi jo, merja në dorë. Ja, pa i ha. Ai, vini në gjë. Miau. Minuti. Pra mos ma vere, po unë kam shumë frikë që kur më asullu njërnja 400 dhe jam shi për tokë, edhe unë kam shumë fobi për Si, të shtrinë ata për tokë? Nuk kam shi, po dhe unë reakështu, nuk reagoj që mos më kapshonë. Ti... E nga troja me prallën e Ariut, që... Po ti se di që nuk të bën gjë qente. Ka që një djali vogël që e bënim këtë prallën në shkollë, që rinte kur smerte frymë, që mos e ante Ariut dhe mua më kujtua kur isha e vogël dhe bëja për qente një kënë. Shko sa bukur Macka, shko në qarë vend jetën Macka, shko sa bukur këte që ishi leku motër. Më trata o prik njerë macën? Prekemi nuk ka gjë për këdhelen e koka. Mos ki frikti. Hajde vini në hajde. Hajde në noqe, haj. Haj, se unë do i, po. Haj. Duket shumë e friksuar, kur ishim ne afër nuk është që hante, po tani shikoni. Në noqe! Hajde! Hajde! Shkoni sa lagje bukur është kjo. Idi dhe më shumë kokra dhe pa ku që ti zbuten, e kupton? Tash i kështu me ndoj unë, mund ta keme kapin. Thjesht logjikisht e them. Edhe ujë. Motra mos i ke për mace. Jo, aj, peqenja. Pas e nga trove. E lem qenin të shjoj ushqimi, ndërkohë Anxhi është duke e përkëdhelur. Anxhi, jo vetëm ushqim, jep dhe dashuri. Shikoni sa i bukur është, e ka ato si shumë gjyrë të bukur. O zot sa i mirë. O zot. Në fasin e noqe! Anina! Si shikon. Motra, mos është ai qeni që ushqeve një Ai ditë? është, ai ri ati që thonë me i dhe t'japin diçka në noqe. Hajni noqe! Haj! Se i bën bishtë, qëka? Jo aq ujë, motra bol. Ta prek njëre. Preke. Ta e mori gjithë ata. Po mi me dakor preke tani, ha? Ku ta prek? Se kur që... Po ne koka me? Po mos më ka shumë. Ne kurizi preke. Tani jemi në një lagje tjetër. Kemi gjetur një qenush të vogël. E ti votë, hajde noqe! Lirjan e pjatka. Hajde noqe! Hajde! Hajde noqe! Hajde noqe! Pjet ujë. E që kanë që i pjet ujë? Nga që ka qenë shumë vapë Po, sot. ka që një jetë. Po besoj që dhe do haje. E pa pi ujë njëra, i se i pjet ujë. Si të shikon? E hangri, motra. Dashka salqice. Ja, ku qënë ka qenë që do salqice. Ndërkohë që ata të tjerët nuk i donin. Njëra për zë ushqimi ka në kam bejtë, ku në mbarua. Të paktën i konsumuan të gjitha, kanë ngelur paka. Pa tjetër, po. Po të i hangri. Gjithsesi ne jemi në një lagje tjetër, jemi në kërkim. Jemi lodhur pak sot, po ja ka vlejtur, a? Po, është knajsi. Hajde noqe qiqe! Rita ku kërë tja! Noqe, të njëri babë sigurë! Han vash të ja hodhe, hidi aty për des, kaq. Mere dhe në qikuj t'i edhësh. Ai nga përdej, në pjatë nuk dashka. E pa është mësuar për des, e është janë rrugë ai. Pak u i idhi, jo shumë, pak. Shë si pinë ujë se janë të ejtur. Ta frek, Janë të ejtur. ku asa i bukur. Pra është qeni me i bukur që kemi parë dhe tani, ja? Haski. Haski? Aha.
Shpresoj që ka qenë tamam. Kjo ishte video për ditën e sotme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ne e shijuam shumë, nuk e di ti Anxhi, se ti do shumë kafshët, por edhe unë. Ishte një kënaqësi e veçantë. Po, një kënaqësi shumë e veçantë për mua. Komentoni në këtë video. Ju e dini që ju lexojmë gjithmonë të gjithëve, ju përshëndesim të gjithëve. Dhe ju duam shumë. Po, sa do ju thoja, dhe ju duam shumë. Shihemi në videon e radhës. Pacim!